Të ftuar në këtë paneli kemi edhe zonjën Iqbale Udute, aktiviste. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Një herët shfrytëzoj rastin pushlimet e mia për familjen Thaçi. Më vjen keq që për shkak pushteve s'kam mundur të jem prezente, por do t'i përkushtohem me ritualet e mia fetare, shpirtit të të ndjerit Zotri Haxhi Thaçit. Bashkë me familjen Thaçi, jo vetëm ju, po gjithë Kosova duket se janë, ndërkohë Shikoni, në Kosovë. Unë do të nuk pajtohem me ato që tha vetëm familja shqiptare. Mund të themi familja në përgjithësi në trojet shqiptare, sepse ne jemi multietnike dhe një shoqëri multifetare. Si që dhe Evropa ka qenë vetëm e krishterë dhe tani është multietnike dhe multifetare. Prandaj mund të them se në trojet tona shqiptare, në të gjitha ato pjesët e Lugina, mund të them edhe Çamria një pjesë, Maqedonia e tjera, koncepti i familjes tradicionale ka ende një strukturë patriarkale, nga aspekti pozitiv dhe negativ, diçka do të shtjellojmë në vazhdim, por gjithashtu edhe ka vlera tradicionale, ende vlera etiko-morale, por edhe nga aspekti i rolit të gjinive brenda familjes tradicionale, ka një plasaritje e cila nuk mund të themi se është për të keqe, po është një plasaritje e mirë, sepse kjo koha e modernizmit, globalizmi, ende s'ka fillu me ndërhyat shumë në familje, sepse kur është në pyetje globalizmi, aty ka të për qëllim që t'i shkri kulturat, por kur preket kultura religjioze, aty është ma ka rezervë globalizmi. Prandaj mendoj se koncepti i familjes tradicionale ende ka në trojet tona shqiptare, duke im pasur parasysh edhe turqit, edhe boshnjakët, madje edhe sërbët, sepse Kosova ka edhe sërbë, janë bashkëqytetarët tonë, me të cilët e kemi nda të mirën, edhe të keqen e kemi pa, por kryesisht ende ka sërbë me të cilët ne bashkjetojmë deshtëm. Kështu që unë e shoh ende koncepti i familjes tradicionale luar në rol, sepse kemi një tradit të bukur kombëtare. Edhe kjo nuk na lejon mos me pas tolerancë dhe mos me qenë fleksibil në gjdo kohë, në gjdo vend dhe në gjdo qerdhe familjare. Thatë që familjet në trojet shqiptare, ashtu si që po referoheni ju, kanë element patriarkal ende, por në aspektin pozitiv. Cilat janë këto elemente pozitive? Shikoni, patriarkalizmi nuk o gjithmonë i damshëm. Por, kur kalon në radikalizm, apo në ato lëvizjet e reja, qoftë feministe, qoftë radikale fetare, të krishtera, apo islame, apo moderne, atëherë e merë konotacionin negativ. Për ndryshe, cilat janë, na për shembull, ende kemi veshjen tonë tradicionale, që bota na njeh me këtë veshje të bukur tradicionale. Ne ende kemi gjellnat e tona tradicionale, ende kemi besën, edhe pse shumica thonë humbi besa, doli shkresa, po normal që duhet me u pajtu me kohën, sepse shkresa është dokument më i mirë, se sa besat e ai që nuk ka besë. Prandaj janë disa feja, kultura tradicionale, vlerat etiko-morale janë pjesë të identitetit kombëtar. Prandaj varsisht na sa jemi fetar, ajo do me thonë një minus, po s'do me thonë që krejt minusa janë. Prandaj identiteti jonë kombëtar ka elementet e vete përbërse, sepse si që thot na infrashri, po nuk e vlerësove vetën tënde, shtetin tënd, nuk të vlerëson një i huaj. Ka pasur rëndësi feja sa i përket ruajtjes së familjes shqiptare?
A ka ndryshu roli i antarëve të familjes në familjet e shqiptare? Kemi pasur ndoshta dikur kryefamiljarin i cili ka pasur fuqin mbi gjithçka sa i përket funksionimit të familjes, ndërsa në ditët e sotme antarët e familjes e cili ka pavarësinë. Përveç rolit, unë kisha dalë të pyetja e Kaltrinës, se normal që feja ka luajtur rol, mirë po familja në islam, po flasë, nga këndvështrimi islam, është nga aspekti fetar, feja është shumë fleksibile. Edhe për shtatët, edhe me traditën, edhe me çdo kohë që vjen. Prandaj nuk e shohim një problem që feja mund t'i pengojë që ta zbeh kushtetutën e institucionit familja tradicionale. Por edhe është një fleksibile. Për shembull, si që pyetët edhe ju që a ka ndryshuar roli i gjinor, i kryefamiljarit. Kryefamiljarit po ka ndryshuar, edhe kjo është për të mirën e shoqërisë, sepse përpara kryefamiljari e ka pas rolin vetëm të furnizimit të familjes, ruajtjes së nderit, e të tjera, ndërka që sot gratë janë ma të ngritura, ma të avancuara, jo atëherë kanë qenë vetëm në për shtëpia, sot punojnë, janë të avancuara, prandaj edhe jo vetëm roli kryefamiljarit, po ka ndryshu edhe roli i statusit ekonomik brenda familjes. Dhe sot jo si përpara, gratë janë ato që investojnë për ta ngritur një familje me vlera. Mirë, po pra po them se roli i fesë është brenda identitetit ton kombëtar dhe as pak nuk e dëmton. Po, a ka humbur ndonjë vlerë e dikurshme e familjes shqiptare? Ndonjë vlerë që dikur ka qenë më theksuar, që më ndoshta nuk ekziston? Po vjen keq për zonën Ruduti, po kjo po ka qenë me konçështë. Jo, mos ju vjen keq se ne kemi mendimin ton të lirë. Demokracia mendojnë ndryshe. Nuk vjen keq as nuk prekëm se dikush nuk mund të më refuzoj apo të mos i pëlqej mendimi im. Veç vazhdoni, pa nga ju ardhur keq. Në besimin e zonjës Ruduti, thuhet decidivisht që në Kur'an shkruan, thotë gratë e juve janë bahçet e juaja dhe urnani po urnani si t'ju a dëshpirt. Jo bash ashtu. Po qysh? Po s'po hym në thellësi. Po tash kur thua se është ashtu, atë kallëzëm qysh është. Kjo është në mënyrë metaforike, shumë gjëra Zoti thotë dora ime është mbi ju, po Zoti nuk ka dorë. Prandaj duhet shtjelluar më me një panel më intelektual dhe më akademik. Mos ta shtrim diskutimin në rrafshin fetar. Jemi duke folur për familjet në Thash prap, na duhet e që me kohën. Këto informata që po i dëgjoj, jo robë, jo kontraceptive, tjera, feja islami ka kretë norma tjera shumë humane, e lejon planifikimin e familjes, hecin me kohën dhe se nuk është në pyetje nataliteti, mortaliteti. Këto janë shkaktarët të cilët e binë shoqërinë në një kualitet apo një kvantitet të pavlerë, si në Afrikë. Por në Kosovë, në vendet tona shqiptare, vetëdijsimi i femrës ka arritur në nivel dhe e ka marrë rolin e vetë në shoqëri përveç disa rasteve që kanë kuptu normat humane dhe kanë kalu në liri të shfrenuar. Por prapun them që familja tradicionale mban vlerat e veta për arsye se ne jemi një popull me një gjenes që të pastër që nga paraarsit ton kemi pas shumë njerëz generale tjere, pashallare ku ta di unë që kanë udhëheq botën, por sot kemi shumë shkencëtar në përbot që për fat të keq Kosova nuk i ka dhënë atë hapësirë për me vepru dhe ne nuk duhet të mburremi a kemi 20 majlinda, a e kemi 1 majlind. Ajo neve na përfaqëson. Shumë faleminderit për diskutimet. Jemi shumë keq me kohën.